Faljet e Bidenit në pikpyetje. Republikanët shpallën të pavlefshme faljet e ish-presidentit Joe Biden përfshirë dhe atë për djalin e tij. Sipas tyre, faljet janë të firmosura me pajisjen automatike AutoPen. Tashmë ata kërkojnë hetim penal për ndihmësit e tij dhe verifikim të procesit të vendimarrjes. Në Shtetet e Bashkuara, Republikanët Kongres kanë hedhur dyshime serioze mbi vlefshmërinë e faljeve presidenciale të ish-presidentit Joe Biden. Në një raport të ri prej 93 faqesh i publikuar nga Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës Përfaqësuesve, thotë se Biden ka firmosur një sër faljesh përmes pajisjes automatike të nënshkrimit të njohur si AutoPen, dhe se këto veprime mund të konsiderohen të pavlefshme. Sipas raportit, Biden ka pësuar një rënje të aftësive njohëse gjatë mandatit të tij dhe nuk është e qartë nëse ka qenë ndjeni për dokumentat që janë nënshkruar me emrin e tij. Komiteti ka kërkuar prokurores përgjithshme Pam Bondi të hetojë lishmërinë e këtyre faljeve dhe të ndërmarrë veprime ndaj disa prej ndihmësve të lartë të ish-presidentit. Në mesin e akteve të mëshirës të përmendur në raport, republikanët theksojnë edhe faktin se Biden ka falur djalin e tij, i cili është dënuar për akuza federale në lidhje me taksat, si dhe disa zyrtar bashkëpunëtor të afërt të administratës së tij. Sipas republikanëve, kjo tregon abuzim me procesin e faljes dhe mungesë transparence në Shtëpinë e Bardhë. Nga ana tjetër, ekspertët ligjor kujtojnë se përdorimi i AutoPen është i lishëm nëse autorizohet nga presidenti dhe se nuk ekziston asnjë precedent në historinë amerikane për të anulluar një falje presidenciale. Ish-presidenti Biden i ka cilësuar pretendimet si gënjeshtra politike, duke thënë se gjitha vendimet janë marrë prej tij personalisht, ndërsa debati politik vazhdon. Faljet përfshirë dhe atë për djalin e tij mbeten në fuqi dhe të vlefshme ligjërisht.